Kudo në Shqipëri, shumë fshatra po mbeten tillë. Bosh. Shumë shtëpi nuk kanë më banor brenda tyre. Pragje të vetmuara. Zëra fëmijësh që mungojnë, shkolla të braktisura. Dikush do të thotë që po ndodh edhe në vende të tjera. Padyshim, por nuk po ndodh në zonat afër qyteteve të mëdha. Po ndodh në zonat largta. Po ndodh në fshatrat largët. Ndërkohë, alarmi në Shqipëri padyshim ngrihet për ato zona që ndodhen fare afër. Këtu për shembull jemi në një zonë, në një fshat të Peqinit, pra në qendër të Shqipërisë, në zemër të Shqipërisë, në kufi me fshatat e Tiranës, kryeqytetit. Pak më tej është territori i Bashkisë Tiranë. Pra, jo gjithkund largimi mund të quhet i natyrshëm. Padyshim që shumë të rinj do të ikin, padyshim që shumë banorë do të largohen sepse është e natyrshme ripërsërisë që të kërkojnë një jetë më të mirë. Por kjo nuk do të thotë që të mos investohet më në fshatra, që të mos u jepen kushtet më minimale fshatrave, që të mos investohet në rrugë, se kjo është rruga e një fshati në zemër të Shqipërisë. A mund quhet kjo rrugë? Mund të ecet më kollaj me një mushk se sa një makinë. Pra, edhe atje ku ka largim, kërkon një studim, sepse ka banorë të tjerë që kanë mbetur, ka banorë të tjerë që duan të investojnë, ka banorë të tjerë që janë larguar dhe duan të rikthehen për të investuar. Por duhet që autoritetet të kenë projekte serioze për të investuar në elementet më minimal, nëse i thekson dhe i lidh me vitin ku jetojmë, në 2025. Pra, kërkohet rrugë, kërkohet ujë, kërkohet arsim, kërkohet shëndetësi, kërkohet një mbështetje e madhe dhe serioze për bujqësinë dhe blegturinë. Në të kundërt, largimi nuk do të ndodhë vetëm në fshatra të thellë. Largimi do të ndodhë në zemër të Shqipërisë, sepse të gjithë duan një jetë më të mirë. Largimi nuk do të ndodhë në fshatra të largët, do të ndodhë edhe fare afër. Pra, ka një ndryshim shumë të madh midis largimit nga vende të tjera dhe largimit që ndodh në Shqipëri. Sepse largimi në Shqipëri po na ndodh edhe fare afër qyteteve të mëdha, fare afër kryeqytetit, fare afër Peqinit, Elbasanit, Rogozhinës, fare afër Bregdetit në Kavaj e në zemër të Shqipërisë. Nuk është e vështirë të përpiqesh të ngresh një komision ekspertësh, të cilët të kuptojnë dhe të analizojnë ku dhe si duhet investuar. Por të flasësh në 2025-ën, ende për mungesë rruge, ujë, shkolle, shëndetësie, është e tmerrshme. Kam rrugtuar për dekada të tëra nëpër Shqipëri, dhe më duket e pabesueshme që ende dhe sot duhet vazhdoj të shikoj fshatra me këto rrugë, me këto shtëpi të braktisura që shtohen e shtohen. Në fshatra të tërë nuk dëgjon sot më një zë fëmie. Dhe kjo është padyshim pjesa më e dhimbshme. Nëse nuk duam që kjo të shtohet, atëherë duhet ndërhyrje.